Peshorja. Ko më parë në Suedi, lëvizja makinave ishte në krahun e majtë. Pastaj, pas disa studimesh, u pa që ishte më mirë të kaloj në krahun e djathtë. U thau bë, dhe ligji kaloi në 3 shtator të vitit 1967. Për spostimet më të rëndësishme, trafiku dhe lëvizja u ndërpren për orë të tëra derisa u futën ndryshimet e nevojshme të sinjalistikës e tjera. Shumë prej automobilistëve u ankuan vazhdimisht për faktin që ju ishte dashur të ndryshonin zakonet e tyre, por pasi farë kohe, çdo gjë shkoi më së miri dhe jo vetëm, por ul shumë edhe numri i aksidenteve rrugore. Po ju, o peshore, bura Graqofshi, a jeni gati për një ndryshim të tillë? Që është një ndryshim drastik në jetën apo në aktivitetin tuaj? Cilat janë ato zakone apo rituale që duhet të ndryshoni? Të jenë sa të duan e çfarë të duan. Ndryshimi duhet të bërë dhe duhet ta bëni.